Nisma Shqipëria bëhet ka çelur mbrëmjen e së shtunës fushatën elektorale në Vlorë. Në takimin e zhvilluar përpara stadiumit flamurtari, kandidati për deputet i Shqipëria BM, Aleksandër Runaj, djali i Vlorës, në fjalën e tij në podium ka treguar jetën e tij të vështirë, me faktin që është larguar në emigrim duke lënë familjen pas, sepse vendi ynë nuk i ofronte asgjë. Runaj thos se pavarësisht largesës, Shqipëria mbetej gjithmonë vendi i tij, teksa tashmë është kthyer për të dhënë kontribut për ndryshimin e këtij vendi. Aleksandër Runaj thos se ëndra e tij më e madhe është që familja mos të ndahet, që prindrit dhe gjyshrit të kenë afër fëmijët dhe niprit e mbesat e tyre, dhe për këtë gjë do t'i jap kontributin e tij maksimal. Përshëndetje Vlora ime. Faleminderit që pavarësisht angazhimeve keni gjetur mundësinë të jeni këtu sonte me ne. Faleminderit. Unë jam Aleksandër Runaj, jam 30 vjeç, lindur e rritur në këtë qytet të mrekullueshëm. Në moshën 18 vjeçare emigrova drejt Gjermanisë, sepse sistemi arsimor këtu nuk më ofronte mundësinë për të ndjekur ëndrat. Lash pas prindrit dhe motrën për të ndërtuar të ardhmen larg vendit tim. Aty u diplomova për inxhinieri hidroteknike. Kam punuar çdo punë të ndershme për të arritur qëllimin tim. Ti bëj krenar ata që më rritën. Sot, pas 13 vitesh, kam një jetë të ndërtuar. Por zemra më ri gjithmonë këtu, në Shqipëri. Nuk kandidoj për pushtet. Aspiroj të kontriboj për vendin tim. Kam ndëruar çdo ditë një Shqipëri ku familja të mos ndahet, ku nëna të ketë mundësinë të përqafoj fëmijën dhe gjyshrit të ndjejnë aromën e nipërve dhe mbesërve. Asnjë sukses personal nuk mjafton kur mungon familja. Le të rikthejmë familjen tonë. Le ta bëjmë Shqipërinë. Faleminderit. Aleksandër Runaj kërkon mbështetjen e qytetarëve të Vlorës me votë, duke theksuar idetë e mia gjej te kjo lëvizje dhe ndaj janë bashkuar. Do t'ju përfaqësoj me dinjitet, por edhe angazhim maksimal. Kam nevojë për mbështetjen tuaj, vetëm me ju mund të arrijmë qëllimin tonë të përbashkët. Votoni numri 6, votoni Nismën Shqipëria bëhet, thekson ndër të tjera Runaj.